Modelja Sara Gjoka ndes debat në rrjet, nuk do zgjidhja kur një djalë nga fshati, deklarata që polarizoi publikun. Modelja shqiptare Sara Gjoka është bërë sërish qendër e vëmendjes në rrjetet sociale, pasi një deklaratë e fundit e saj ka hapur një debat të gjerë mbi preferencat personale, paragjykimet sociale dhe hendekun mes jetës urbane dhe asaj rurale. Gjatë një daljeje publike, Gjoka foli hapur për kriteret që do të duhej të plotësonte partneri i saj ideal, duke theksuar se një djalë nga fshati nuk është në preferencat e saj, nuk kam lidhje me jetën rurale, deklarata që ndezi polemika. E drejt për drejt dhe pa dorashka, modelja tha se jeta rurale dhe veprimtaritë bujqësore nuk përbëjnë pjesë të botës së saj, dhe se për këtë arsye nuk e imagjinon dot veten në një marrëdhënie të tillë. Do jem shumë e sinqert sepse e kam bezdi të qenurit e fshehtë dhe të bëj moral. Djalin në fshat me lopë dhe bujqësi nuk ka asgjë të keqe, por nuk është preferenca ime. Unë jam rritur në qytet dhe nuk kam pasur kur lidhje me lopët apo me bujqësinë, u shpreh ajo, duke theksuar se preferencat e saj janë rezultat i eksperiencave personale dhe mënyrës së jetesës që ajo ka njohur që e vogël. Deklarata u shpërnda menjëherë në rrjetet sociale, duke hapur një sër diskutimesh mbi paragjykimin ndaj zonave rurale, kompleksin e inferioritetit që shpesh i atribuohet tyre dhe diferencat kulturore që vazhdojnë të jenë të pranishme në shoqërinë shqiptare. Kriteret e partnerit ideal, stabilitet financiar dhe para të pastra. Në vijim të intervistës, Gjoka sqaroi se standardet e saj për një partner nuk lidhen vetëm me vendin e prejardhjes, por më së shumti me qëndrueshmërinë financiare dhe karakterin e tij profesional. Do zgjidhja mashkullin ideal në mendjen time, që është një mashkull me biznes, me para të pastra, me ekonomi të pastër, u shpreh ajo, duke bërë një dallim të qartë me suksesit financiar dhe çështjes së integritetit ekonomik. Për modelen, një burr i formuar që punon me ndershmëri dhe ka karrierë të stabilizuar, përbën bazën e një marrëdhënieje të shëndetshme. Ajo theksoi se kjo nuk ka të bëjë me materializëm, por me një standard jetese për të cilin ajo nuk dëshiron të bëjë kompromis. Reagimet në publik, ndarja e fortë mes mbështetjes dhe kritikës, komentet e Gjokës krijuan një valë reagimesh që u polarizuan shpejt. Një pjesë e ndjekësve e përgëzuan për sinqeritetin dhe për faktin që shprehu hapur atë që shumë të tjerë, sipas tyre, e mendojnë, por nuk e thonë. Sidoqoftë, reagimet negative ishin po aq të forta. Kritikat e drejtësuan nga akuzat për snobizëm, deri tek komentet që e cilësuan deklaratën si poshtëruese ndaj djemve që vinë nga familje rurale ose që merren me bujqësi, një sektor që zë një pjesë të rëndësishme të ekonomisë shqiptare. Në platforma të ndryshme, përdoruesit sollën argumente mbi transformimin e jetës rurale në Shqipëri, duke kujtuar se fshatrat nuk janë më të izoluar si dikur, se shumë të rinj të rritur në fshat kanë arsim të lartë, karriera profesionale dhe standarde moderne jetese. Një debat më i thellë se sa duket, edhe pse në pamje të parë deklarata mund të duket thjesht si një preferencë personale, sociologët dhe komentuesit online vunë në dukje se pasivisht ajo ngre pyetje më të thella. Sa paragjykime ekzistojnë ende ndaj jetës rurale, a lidhen kriteret për partnerin me statusin social apo me sigurinë personale, apo bëhet shoqëria më e ndjeshme ndaj komenteve që prekin origjinën dhe gjendjen ekonomike? Debati vijon ende në rrjet, ku çdo deklaratë e re e modeles shton një element të ri në diskutim. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.